Pas një pune të gjatë dhe një përjetimi të thellë emocional, autorja Afrodita Gjeladini Aliu sjell për lexuesit librin e saj të gjashtë Lufta me jetën. Ky roman është një rrëfim i fuqishëm dhe prekës mbi historinë e vërtetë të një gruaje të jashtëzakonshme, Merit, e cila kaloi sfida të mëdha në jetë, përjetoi humbjen e bashkëshortit të saj nga varësia e drogës, përballoi dhimbjen dhe sfidat e jetës, përpara se të largohej përgjithmonë gjatë periudhës së pandemisë. Në këtë intervistë, autorja tregon emocionet e kësaj ngjarjeje, si dhe ndjesinë pas botimit të librit, i cili thekson se u mirëprit jashtëzakonisht mirë nga të afërmit e ndjerës dhe lexuesve. Pas përfundimit të librit, do të them drejt, po ndihem shumë e lumtur. E lumtur, e gëzuar, libri po lexohet mjaft, po pres komplimente të bukura, dhe njëkohësisht jam e lumtur dhe sikur kam hjek një barë të madhe nga shpina, them, sepse kisha si amanet një premtim, një mikeshës time ta shkruaj këtë libër dhe pasi e përfundova, gëzohem që e përfundova dëshirën e saj të fundit, që libri i saj të botohet, jeta e saj po mendoj. Prej fillimit kam filluar ashtu edhe më duket nuk du t'i zhgënjej lexuesit e mi, dhe vazhdoj edhe mendoj që deri në fund kështu do mbetem. Do shkruaj ngjarje të vërteta, ajo më flan në shpirt, aty e gjej vetën dhe do të vazhdoj ashtu. Thëmë përgjithësi, komentet janë shumë bukura, tash nuk di, ashtë ma kanë plotsu dëshirën ashtu, po mendoj që njëherë për njëherë komentet janë shumë të bukura, pozitive. Ajo ndodhë që edhe ky libër botova dhe prap, shtypa dhe prap librin, sepse u shpërndajtën të gjitha, të votimit të parë, dhe një sukses që arrita me librin e 6, libri u pranu në Zyri, atje më kërkojnë të ma bëj një promovim të librit, së shpejti, dhe janë kërkuar të jenë bibliotekën, në bibliotekë në Zyri që ishte biblioteka më e madhe, libraria më e madhe në Zyri, dhe aty janë duke ushitur librat e mia, edhe në shqip, edhe në anglisht, Lufta me jetën. Me thënë, është e përkthyer edhe në gjuhën angleze, po ka plane që edhe në gjuhë tjera të jetë e pranishme kjo libër? Së shpejti jemi me në biseda me një shtëpi botuese në Gjermani dhe në spanjollisht, deri në fund vitit. Edhe 2 gjuhë. Në këtë libër, a keni shtjelluar shumë tema, apo jeni fokusuar kryesisht në një aspekt të veçantë të jetës së personazhit që e shohim edhe në ballinë të librit? Ka të shtjelluar mjaft tema, por në fillim tema kryesore vajzat që shpejtojnë me martesë. Dashuria në fillim të parë ndonjëherë sjell Edhe probleme. Edhe probleme, trazira, mandej përdorusi i drogës, edhe ajo është një temë mjaft e ndihshme në këtë libër. Mandej si një temë që kam shtjelluar mjaft dhe që është për t'u duar trokitur edhe të marrin mësim edhe vajzë edhe zonja tjera, sa për kraje Meri ka qenë 4 vitet e fundit në Francë, ka jetuar e vetmuar, ka qenë e sëmuar, por ka pas një përkraje të madhe nga shumë zonja që edhe ato për arsye X arsye jetojnë në Francë. Dhe deri minutin e fundit e kam përkrahur dhe janë munduar të qëndrojnë prapë dhe t'ja lehtësojnë dhimbjen e saj. Se si ka ndikuar ky rrëfim në jetën e autorës, shprehet ajo? Përnderë, derisa ma ka dhënë jetën, se ajo jeta është dhënë përmes celularit, sepse ajo jetojnë të Francë, unë në Shkup. Ka pas momente mjaftrona, momente që edhe unë jam përlotër, por jam mbajt para saj, sepse kur e disha se kur e njeh një person, është pak më ndryshe. Edhe kisha mikesh prej më herët, edhe kur mi tregoj ka ato dhimbjet, këto dhimbje që ti tregoj ty, asat nuk ja kam treguar as kujt, as fëmijët e mi nuk e din. Edhe kur kështu ndesha krenare të isha një person po beson, ato mshefëtsit e jetës vetëm mund t'i kem. Ndjesha, kishte ma... E keni ndjat përgjithësinë pastaj që po i mbani sekretet e saj, a? I kam ndi dhe mandej pas botimit librit shumë shpejt e kanë marrë 3 djemtë e Merit, mandej motra e kanë lexu dhe pas librit jam taku me gjithë, më kam përgëzu për këtë libër, prap janë shumë të lumtur që kam shkruar për nënën e tyre, thot na do jesh një person gjithë i veçantë në jetën tonë, që ja ke plotësuar dëshirën nënës tonë, që nëna jeta e mamit tonë të mbetet histori në vepër.
Afërdita Gjeladini Aliu tregon arsyen e dhimbjeve të personazhit dhe vdekjes së saj ku mes problemeve edhe bashkëshortin e kishte humbur nga bidoza e drogës. Po them të drejtën, martohet shumë herët, edhe pas 4 vite martes, bashkëshorti ndron jetë, shkas i drogës, merr një dosë tepër të madhe, dhe kjo mbetet me 2 fëmijë të vegjël dhe 7 zane. Dhe kjo vendos të qëndroj besnike ndaj fëmijëve, nuk largohet. Dhe mandej problemet se me vite ato problemet që i ka pas me bashkëshorti nuk i ka shtjellu me, për shembull, me vjerën, me të afërt apo me familjen e saj, i ka mbajtur të gjitha. Dhe ato streset që i ka mbajtur i kanë ndikuar shumë negativisht në shëndet. Dhe mas një kohë së murët bën një intervenim dhe shkon si musafire në Zvicër, po mandej në Gjermani dhe prej aty mbetet edhe 4 vite nuk kthehet fare, vetëm kur e kthejnë 1 muaj para se të ndron jetë. Mjeku kur i lajmëron të fëmijëve, i lajmëron të kjo nuk ka jetë më shumë se 1 muaj dhe duhet ta largoni sa më shpejt. Ta ktheni në vend lindje, që javët e fundit i kalon me familjarët e vet. Nuk jam rritur me të, por vitin e 34-tin e kam pas shoqe të klasës. Po, kemi qenë shoqe të klasës dhe nuk kam besu asnjëherë që mund të shkruaj për atë. Herën e parë kur më ka afruar të shkruaj për to, u befasova shumë, edhe sikur më shpejtonte. Disa herë më kërkojnë në celular dhe tha të lutem, duhet marrësh jetën time dhe sa më shpejt. Ajo më shpejt nuk më shkoi mendja që me të vërtet nuk ishte mirë me shëndet dhe shëndeti i saj nuk priste. Dhe mandej kemi qëndruar me orë të tëra kur ka qenë mirë me shëndet, më ka kërku kohë pas kohe, se vetëm me celular, në fillim disa faqe i shkruante, mandej vetëm kam dëgjuar, ajo ka folur, ne kam dëgjuar. Po a arriti ta lexoj librin e Ndjera Meri nga shoqja e saj e ngushtë, e cila e dinte të gjithë historinë e saj, tregon autorja Afërdita Gjeladini Aliu. Bazën e librit, ato e shpejtoja edhe unë që kisha dëshirë ta lexonë dhe ishte shumë e lumtur, shumë e përmbushur. Shumë bukur e ke shkruar, unë nuk jam me tillë, thash, ajo që jes unë të kam njoh, po aty kur e njeh se diçka, për shembull, shkruan për një personazh që nuk e njeh, kjo ka qenë një përparësi që unë e kam njoh pa karakterin e kësaj. Edhe pse kishte vite që se kisha takuar, por e njihsha kur e njeh personalitetin e një personi, e ki pak ma lehtë edhe të shprehesh, edhe t'ja tregojsh anët pozitive, anët negative personazhit. Natyrisht. Po, sa kohë ju ka marrë ky libër për ta shkruar dhe për ta përfunduar, sepse librat me rrëfime të tilla sigurisht që dojnë emocione më shumë. Emocione, ka qenë libër emocione dhe unë shumë herë lotëm kanë shku kur e kam shkruar vetë. Por ky libër e ka një histori paksa të veçantë. 2 vite e gjysmë kam punuar dhe pasi e kam përfunduar krejt librin, ta dërgoj te lektorja, kam bërë një gabim dhe e kam fshirë tër librin komplet. Ajo ka qenë shumë e rëndë për mu. 3 ditë e kam qajtë se më ndjesha shumë keq. Krejt rastisht, kjo teknika e ka. Si ku ta shkruja me lap si librin e parë, nuk do të ndodhte ky problem. Po, teknika ndodh nga njerë, nuk jem në profesionaliste në kompjuter dhe ndodhi. Në laptop e fshiva të gjithë librin. Dhe pastaj? Mandej, për 15 muaj e kam shkruar prapë. Sa atë natë që më fshi libri, androva personazhin kryesor të librit, sikur çante. Tha premtimin ti nuk e mbajte. A disa keq u ndjeva edhe u zgjova në mëngjes, isha shumë ashtu e trishtuar. Edhe nënën e kom si një shtyllë që gjithmonë e kom motrat, e kom fëmijët, po nënën ajo shtylla, baza kryesore ku pështetna gjithmonë është nëna. Ajo kishte ndëgjuar që më ka fshi libra. Tham diçka dëgjova që libra të fshirë dhe ti shumë keq po ndjesh. Tha pse ndjesh keq? Tha ajo trurit dhe dora jote e ka shkruar, mund ta shkruani prapë. Ajo fjalë që më dha mami, edhe Merin që androva, edhe thash, unë nuk do mërzitem, nuk do shqetësohem, dhe fillova, dhe për 15 muaj e kam shkruar. Arrite që ti gjejsh ato fjalët e njëjta, sa Ndoshta ishte ndoshta ndonjë sen ka ikur, por atëherë ishte 300 faqe, a kur e botova ndodhen 400 faqe, dhe me kone jo që kam harruar, po kam shtuar edhe disa gjëra tjera, se në atë kohën kur e fshita librin, kisha kontakt ma tepër me mikeshën e Merit, që ajo mos të ishte, unë do më isha ta botojsha librin Shuki, më kanë ndihmu më ndëgjeta dhe disa mikesha tjera që janë kujdesur për Merin, kur ka qenë e sëmur, sa e ku paskoj ndronë të vente si azilante, vetëm që më kanë ndihmuar dhe libri më duket vetëm është bërë ma i mirë.
dhe ma i bukur me Më i kompletuar. Ma i kompletuar me një fjalë shumë Cilën bukur. pjesë e konsideroni si më të veçantë? Cilin kapitull të librit? Për mua kapitulli më i rëndësishëm ka qenë këto vajza, shoqet, mikeshat e saja që kishte në Francë, i ndihmonin shumë. I kujdeseshin për atë, ishin një farë grupi shumë i organizuar. Edhe unë vetë kur më tregonte nuk befasohesha si mundët jashtë, ashtu e kishin një park, e thërshin parku i shejt, dhe gjithmonë akto disa ishin me analizë, me kancer, isha për problemet ndryshme, ishin larguar nga vendindjet e tyre, kishte nga Presheva, nga Macedonia, nga Shqipëria, nga Kosova, kishte vendet ndryshme. Edhe këto deri minutin e fundit i kanë qëndruar, po korona ndodhi, kjo bashkë muajt e fundit, kur si ishte mirë, korona që izoloi këtë botën, gjithë shka ishte ngrirë. Dhe këto vajzat, çka të vendosin dhe organizojnë me Zoom, për me Zoomit, dhe i kanë qëndru pranë muajt e fundit, që të ketë shoqëri, se kjo jeton të vetëm, këto tjerat se cila në banesat veta, për arsye që s'mund të vizitonin, edhe shoqet si Mikesha, besnike që i kishte, këtu me është du të marrë shembull, ajo që i lexon edhe për tjerat, s'ka është me rëndësi shoqëria e sinqertë. Kjo me të vërtet ka pas një shoqëri shumë të sinqertë, edhe përmes Zoomit, këto majtën disa takime, edhe teksa ma jepte jetën, ku pas kohë, kur më fliste Meri, ta të lutem, bën çka të bësh në libër, ndoshta ndonjë gjë harro. Këtë pjesën që më kanë folë, që i kanë mbajtur për me Zoomit, edhe ajo si personazh, kështu tha këtë pjesën, po thash si ta shkruaj në libër, çka keni biseduar aty? Tha puna juaj është çka do bëni. Kemi biseduar bisedat kota, kemi bërë shaka, kemi folë recepta, kemi tregu mesazhe, gjëra të ndryshme. Dhe unë kisha pak problem, ku e disha unë çka kanë folë ato gjatë bisedave, çfarë bisede ato janë konsultu gjatë mramjeve, e disha se kjo Mikeshja ime kishte si lexonte shumë Meri, se i njefsha edhe për më parë, edhe gjithmonë kam mbledh mesazhe, edhe si vajza kur isha. Edhe ajo më kujtu që kjo i kishte mesazhet edhe fjalët e urta gjithmonë. Besoj inkurajuese. Inkurajuese. Edhe atëherë vendosa, thash, Meri, unë do të shkruaj, thash, shumë ide e bukur. Tha, ti do mbledhësh diçka, edhe unë do të dorëzoj diçka, edhe unë ndoshta kom bërë disa uazime të ndonjë filozof që jo kam përshtat ambientit ku ishin këto, çfarë ishin të gjitha me plagë, me smundje, me dhimbje, edhe atë pjesën. E momenti më i fundit ka qenë kur u Livanos. Ajo e vrente që a ditë nuk ishte e mirë, edhe piti disa vitamina, ma shumë ta unë të shtrëngohem, ta sonte unë du t'i falenderoj shoqet e mia, që më kanë ndajt këtë muj. Më kanë qëndru që unë t'i pi tabletat, edhe në fund u Livanos. Këto ishin të gjitha në përshtëpit e tyra, ishte gjendja korona që s'mund t'i afrojë, të vind të ta viziton të ndonjëra, dhe fati njëra nga Mikeshat e kishte numrin asaj që ja përcillte smundjen, një Sofia, dhe i lajmërohet asaj. Edhe kjo mikrofoni mbetët i hapur dhe këto të gjitha e ndëgjojnë bisedën, Meri shtrijet, asnjë unë as mund me shku me ndihmu. Edhe ky momenti ka qenë ma i rëndë, se masani po histori e vrisht. Ky ka qenë momenti ma që dhe mu më kam beti. Vazhdon të kesh kontakt me të gjitha këto të afërmët e Merit? Me familjarët, po me s'ka mund të kam të gjitha me një 3 kisha që kisha biseda dhe që më kanë ndihmu, por Shuki ka qenë, si mos t'ishte Shuki, disa gjana, ndoshta nuk do mund t'i shkruaja të gjitha. Por kjo më kanë ndihmu dhe pas vdekjes së Merit, më kanë ndihmuar mjaft, edhe motra saj. Djemt në fillim nuk kishin gjendje, përjetonë shumë keq humbjen e nënës. Edhe tash kur takom, tash kërkoj në stop edhe thojnë, ti do jesh shej në nënës tonë, kam respekt veçantë. Dhe tani, prej librit 6, bile djali i personazhit kryesor ka vendos të jetë menaxheri imi. Ai tash interesohet, ai në Cyrim ka vendos, ai mi ka dërgu librat, e ka marrë përsipër edhe transportin edhe gjithçka, dhe thotë ti ta afërdit prej sot ti do jesh unë çka keni nevojë për libra, për vende tjera, edhe aje ka bo dëshira ti, sepse Meri para se të vdiste, la një amanet. Se fëmive në fillim nuk ju të regonte që ma jep të jetën e saj. Vetëm tha, unë pasin qofse unë nuk do t'jem në këtë jetë, libri im kam dëshirë mas pakti në 2 gjuhë të përkthehet, në anglisht dhe gjermanisht. Edhe fëmijët e 2 djemve të Merit, nipat, ata nuk mujnë me lexu shqip, tash për atë arsye ka insistu... Jeni detyruar po që ta përktheni edhe në gjuhën angleze. Jo, në gjuhën gjermane, po jam duke biseduar edhe për në gjuhën spanjolle.
deri në fund vitit do jetë përkthyer edhe në 2 gjuhë dhe kjo është një sukses mjaft i madh për mua. Padyshim, sigurisht që përveç shqiptarëve që të kenë mundësi ta lexojnë të ta kenë në duar, kam këto histori të brishta sidomos janë që unë edhe rrugtimin në përvite është maqedonisht, mandej Linda është në gjuhën franceze dhe me vërtet sukseset në 3 gjuhë janë të përkthyera dhe kjo është një sukses i veçantë për mua. Në librin Lufta me jetën, ajo që bjen e pa është edhe dizajni i bukur i kopertinës, e cila ka një histori që mbart me veten, të cilën na shpalos autorja. Të gjitha libra deri tani që i kam të botuara, Ermal Mehmeti është njëkohësisht edhe dhëndre maj për kujdeset për kopertinat. Falenderus jam tek ai. Edhe pse kjo Meri para se të vdiste ma la amanet që edhe libri duhet të jetë me kopertinën time. Por pasi vdiq më vinte pak ashtu edhe futa në faqen e dytë, edhe kjo kopertina është për pak me dizajn. Edhe kjo besoj që është mirë pritur mirë edhe nga familjarët. Shumë është pritur mirë, nuk kom besuar që do ta mirëpresin kaq. Shumë jam e lumtur që libri po mirëpritet dhe ka 2 herë 3 që vinë takohen vetëm për shkak librit, pasi e kanë lexuar vinë të më takojnë. Historitë shumta që keni shkruar deri më tani për të gjitha këto 6 libra, po sa i merrni për zemre këto histori dhe sa ju bëjnë që të ndjeheni të mërzitur? Dreksa i shkruaj, ndjehena e mërzitur, pasi ta përfundoj librin unë nuk e hapi më. Ja u lëm lexuese. Derisa e shkruaj, ka raste që emocionohem. Ka raste ku pasi ta përfundoj dhe harrohet ajo, atër ja u lo lexuesve, ata le ta lexojnë, ata le të emocionohen, ata le tregojnë, është e bukur apo jo libri, le të gjojnë ato pjesë pozitive, negative, dhe kritikat janë shumë të mirë së ardhura. Padyshim. Se çdo kritik të bën që herave tjera mos gabojsh. Mos gabojsh, definitivisht. Ju ashtu si që përshkruani zonjën Meri, thoni që ka pas një shpirt luftarak, ë? Shpirt luftarak shumë, me të vërtetë edhe vetë titulli tregon. Shpirt luftarake me smundjen, në të gjendje edhe asnjëherë nuk është ankuar, se kohët e fundit ajo edhe isha duke e marrë librin edhe një ditë teksa tregonte, edhe thë Meri, mund të malqojsh kamerën pak ta shiqoj dhomën, ku qëndron? Më vynte për libër, vyn do të disa detale. Edhe kur ma lëshon kamerën e në karrosa, pse në karrosa, po në shtëpi funksionej me karrosa, se mos mundu më jetoj vetëm, ajo kishte probleme edhe këmbën e djathtë. Edhe thot unë në shtëpi, thash kur ma hap kamerën, unë e shoh ajo me karrocë. Thash Meri, sa unë me karrocë, ta afërdita se me karrocë për shkak këmbës, ta smundem televizi, edhe karroca ma mundson, ma liron pak lëvizje në shtëpi. Sa vjeç ishte kur ndroi jetë? Në kohën e koronës ka vdek. Në moshatare ishëm, moshatare me. Korona kaloi 34 ashtu, në kohën e koronës. Zonja Afërdita, për fund, për gjithë ata që duan të lexojnë rrëfime të tilla, histori të brishta që prekin emocionalisht këtë libër, por edhe libra të tjerë tuat, ku mund t'i gjejnë? Së fundmi këtë libër, me që është edhe më e freskët. Në Shkup momentalisht është vetëm te Deko, ka është një librari në Sever. Mandej në Ferizaj ka 2 libraria, në Gjilan, në Prishtinë, mandej në Tiranë ende se kom dërgu, për shumë eks arsye, edhe në Cyri për momentin është, janë atje edhe shqip edhe anglisht. Lufta me jetën nuk është thjesht një libër, por një testament i fuqisë dhe qëndresës njerëzore, një dëshmi se si dashuria, dhimbja dhe kujtimet mbeten të gjalla përtej kohës.